Mirëmëngjesi shpirtra të fortë. Sot dua të flasim për stuhit. Për ato stuhi që duken sikur do shkulin çdo rënj. Por ashtu si pema që forcon rënjët e saj duke u përballur me erën, edhe ne bëhemi më të qëndrueshëm pas çdo sfide që kalojmë. Këto periudhat e errta janë shkollë e vërtet për të na rritur ne kurajon dhe për të na formuar si persona. Aty ne mësojmë kush jemi vërtet, sa të fort jemi dhe çfarë njerëzish dhe dashurish të vërteta kemi për qark nesh. Mos keni frikë nga dhimbja që do kaloni prej këtyre sfidave, sepse ajo është një dëshmi që ju jeni duke luftuar dhe duke ecur përpara. Asnjë stuhi nuk ka zgjatur përgjithmonë. Gjithmonë pas shiut të ashpër vjen një qetësi e ëmbël dhe pas tyre gjithmonë shkëlqen dielli edhe më fort. Ti je një shpirt që mban një diell. Brenda teje ka një energji që pret momentin dhe ky moment po vjen. Çdo goditje ere, çdo pikë shiu bën gati një gjë të vetme. Bën gati dritën tënde që të ndriçoj. Pas çdo shiu, toka bëhet më pjellore. Pas çdo stuhie, edhe ne bëhemi më të mençur, më të ndjeshëm, më të fortë, duke e parë jetën me një sy tjetër. Ju falenderoj që më ndiqni. Ju uroj sot të keni një ditë të bukur, por edhe nëse papritur vjen stuhia, mos harroni. Mos harroni dritën që ju keni brenda, sepse ajo pret të ndriçoj. Pret të ndriçoj mbas çdo stuhie që ju kaloni. Uroj një ditë të mbar dhe mirupafshim në videot e tjera.